Një samiti i BE-s i cili dikur cilësoi si një shans për nxitur ekonominë e bllokut, tani është një provë plot stresi. Udhëheqësit që mblidhen këtë të enjte përballen me një agjendë të nxehtë, mbijetesën financiare të Ukrainës për shkallëzimin në lindjen e mesme, tensionet transatlantike dhe përçarjet e thella të brendshme mbi politikat e energjisë dhe klimës. Takimi i sotshëm është riformuar në mënyrë dramatike ditët e fundit nga lufta SBA-Izrael në Iran dhe një ngërç me Hungarinë për një plan shpëtimi prej 90 miliardë eurosh për Kievin, duke shndërruar atë që ishte menduar të ishte një diskutim me vizion në një përpjekje për të menaxhuar krizat të shumë fishta në të njëjtën kohë. Udhëheqësit do të përpiqen ende të çojnë përpara planet për të forcuar konkurrueshmërinë e Evropës nga thellimi i tregut të vetëm deri tek lehtësimi i barrës mbi bizneset. Por këto ambicie afatgjata rrezikojnë të errësohen nga zjarre më të menjëhershme gjeopolitike, së bashku me diskutime intensive mbi politikat e energjisë, mbrojtjes dhe migracionit të kontinentit, sipas një versioni draft të deklaratës së përbashkët pas samitit të siguruar nga Politico. Një ndihmë shpëtimtare prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, e cila do të përcaktojë aftësinë e Kievit për të vazhduar mbrojtjen kundër agresionit rus, përret nëse Hungaria do ta heqë veton e saj. Udhëheqësit e BE-s eran dakord në 10 orë të siguronin fondet, por kryeministri hungarez Viktor Orban më vonë e shkeli dhe bllokoi marrëveshjen për shkak të një mosmarrëveshjeje me Ukrainën në lidhje me një tubacion të dëmtuar që transportonte naftë ruse në Evropën qendrore. Budapesti ka akuzuar Kievin se po përpiqet të krijojë një krizë energjetike në Hungari, duke ndërprerë furnizimet të ruse me naftë dhe thotë se nuk do ta miratojë shpërndarjen e parave derisa të rifillojnë flukset. Komisioni Evropian tha të martën se ishte ofruar të ndihmonte në riparimin e tubacionit dhe se Ukraina e kishte pranuar, duke rritur shpresat për një përparim. Ky veprim mund të shtyjë Hungarinë të hiqë veton e saj, tha një diplomat i njohur me mendimin e Budapestit, duke folur në kushte anonimati, si të tjerët në këtë artikull. Sulmet e Teheranit ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit, një pikë jetësore tranziti për naftën, kanë rritur çmimin global të naftës dhe e kanë detyruar Europën të peshojë nëse duhet të përfshihet apo jo. Një ide ishte zgjerimi i mandatit të misionit detar të BE-s në lindjen e mesme, Aspides, për të lejuar anijet luftarake evropiane të patrullojnë rrugën ujore. Kjo u përjashtua shpejt nga ministrat e jashtëm të bllokut ditën e hënë. Teksti thekson se operacionet duhet të mbeten në përputhje me mandatet e tyre përkatëse. Një diplomat nga rajoni i Gjirit tha se ata po e vëzhgonin nga afër, por nuk prisnin ndonjë ndryshim të madh nga udhëheqësit e BE-s, siç është zgjerimi i mandatit të Aspides ose nisja e operacioneve të përbashkëta me vendet e treta. Refuzimi i Evropës për të ndërhyrë rreth ngushticës së Hormuzit ka zemëruar presidentin e SBA-s Donald Trump, i cili tha se do të ishte shumë keq për të ardhmen e NATO-s nëse vendet e BE-s nuk do të vepronin. Ky zhgënjim vetëm sapo rritet. Senatori republikan Lindsey Graham tha se kishte folur me Trump rreth mungesës së gatishmërisë së Evropës për të ofruar recete për ta mbajtur të hapur ngushticën dhe se nuk e kishte dëgjuar kurrë kaq të zemëruar në jetën e tij. Një grindje e madhe po zjen mbi sistemin e tregtimit të emetimeve të BE-s midis një grupi vendesh anëtare dhe ekzekutivit të BE-s. 10 vende anëtare të BE-s i dërguan një letër komisionit përpara samitit të së duke kërkuar përshpejtimin e një rishikimi të planifikuar të ETS-s, një gur themeli i politikës klimatike të bllokut që i detyron ndotësit e mëdhenj të paguajnë. Pavarësisht krizave që zën vendin e parë në agjendë, udhëheqësit do të përpiqen ende të çojnë përpara planet për të ringjallur ekonominë e Evropës, duke u bazuar në bisedimet në një samit të shkurtit në Aldenbisen në Belgjik. Shumica e propozimeve bie ndesh me shtytjen një Evropë një treg për të thelluar tregun e vetëm, duke lehtësuar lëvizjen e mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve në të gjithë bllokun. Draft përfundimet thonë se udhëheqësit do të mbështesin rregullat e reja të korporatave, të quajtura EU Inc, për të ndihmuar startupet të zgjerohen për te kufive, si dhe një sistem të thjeshtë, të unifikuar dhe vullnetar të deklarimit elektronik për ta bërë më të lehtë punën në të gjitha vendet. Qëllimi është të kalohet nga bisedimet në zbatim, shkruan Politico, me hapa dhe afate konkrete, tha një tjetër diplomati i BE-s, por ndërsa ka një marrëveshje të gjerë mbi nevojën për reforma, vazhdojnë përçarjet nëse politikat e BE-s për energjinë dhe klimën, veçanërisht sistemi i tregtimit të emetimeve, po pengojnë rritjen. Kjo ndarje me vendet e Evropës qendrore, lindore dhe jugore, që shtyn për ndryshime dhe të tjera, përfshirë vendet nordike që rezistojnë, ka të ngjarë të jetë fushë betejë kryesore për konkurrencën.